Banorët e lagjes Gjekaj në fshatin Cermjan të komunës së Gjakovës kanë shprehur shqetësimin e tyre për gjendjen e rënd të rrugës që lidh këtë lagje me pjesën tjetër të fshatit. Ata thonë se rruga është e dëmtuar dhe mungesa e infrastrukturës së duhur po ua vështirëson ndjeshëm jetën e përditshme, pavarësisht ankesave të vazhdueshme drejtuar institucioneve. Kjo rrugë është shumë shqetësuese, se pluhen, llaç, gropa e ndriçimi. Në krejt fshatin o krye edhe jenë kry rrugët. Në krejt fshatin tonë të Cermjanit jenë kry vetëm lagja jonë kamet. Nuk e di për çfarë çështje që është. A keni bën ndonjëherë ankesë? Ankesa për çdo vjet. Për çdo vjet ku bë ankesa, ku bë termine me kryetarin zoti Gjinin, po premtime po realizime ala jo, po presim. Krahas problemeve me infrastrukturën rrugore, banorët thonë se dhe mungesa e ndriçimit publik në këtë zonë është një tjetër problematik. Ndriçim s'kem hiç, ndriçimi është shumë i nevojshëm se tash edhe mulliri që ka, se edhe gjithkund janë bë tash ndriçimet. E ka nevojë. Banorët kërkojnë që kjo çështje të merret seriozisht, kjo pasi nga dita në ditë atyre po u vështirësohet jeta në fshat për shkak të problemeve bazike për të jetuar.